Mirë se gazetës Infokuzë dhe televizionit Dugagjini. Edhe në këtë javë do të flasëm natyrisht për politikën, po jo në aspektin politik edhe në këto zhvillimet ditore. Po do të flasëm pak ma në përgjithësi e do të flasëm ma shumë ndoshta për tematikën, për ato që po diskutohet në për debatet publike, në për televizione, e në sferën politike, si fenomene, edhe jo si raste konkrete ose ajo që po jemi shpeshherë të imponun prej agenda politike. E kom të ftun Ylli Hoxhën. Ylli, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Në Fokus podcast nuk pas ma herët, po më vjen mirë që ke ardhë. Është kraci imja. Je i rregullt në Debat Plus, qytetarët i din mendimet, ndoshta edhe ato qëndrimet tua politike, po kallëzom fillimisht qysh po nihesh në qëtë trendin e ri të politikës dhe këtij diskursit në përgjithësi në shoqërinë tonë. Shërzen është një kohë transformative jo vetëm për Kosovën, po në gjithë kanë botë. Mendoj që media ka, nëse diçka është transformu dhe është në rrugë të transformimit të madh, atëherë edhe media bjen në atë lami, siç mund të jetë edukimi e shumë fusha tjera shoqërore, si pasojë e zhvillimeve teknologjike, e në këtë rast të internetit, të mediave sociale dhe mundësive të personalizimit të mesazheve dhe komunikimit. Kështu që as ne nuk jemi imun ndaj kësaj dhe në këtë fush ka një vistër të madh të pozitiviteteve që na kanë ardhur si risi teknologjike, të kombinuara me shumë rrisqe e me shumë pasoja të cilat do të mund t'i bartim si pa aftësi e adoptimit brenda rrethonave të reja. Gjithsesi edhe si mundësi të reja të keqpërdorimeve, të cilat i bëjnë qoftë strukturat, qoftë individët nga ky spektër i ri i armëve të komunikimit të cilat janë zhvilluar. Dhe brenda kësaj besoj se një prej roleve tona është edhe zëri i cili do të mund ta binte në mes këtë jehon që shkon prej një skaj në skajin tjetër, pra për ta mbajtur disi këtë peshorën aty ku duhet si shoqëni, sepse brenda këtyre zhvillimeve është shumë lehtë t'i kapim ekstremet. Të evoluojmë të ekstremet. Dhe mendoj që në ekstreme janë belat. Në ekstreme janë pasojat, pastaj edhe shumë fatkeqësi të cilat i presin jo vetëm individët, por edhe shoqëritë. Që transformimin yll po du me diskutu pak, ndoshta edhe në retrospektiv, me kësy, e kemi pas një periudhë ku transformimi u bë për një shoqënie, media, ndoshta që s'kemi ditë shumë, po u kanë një periudhë me njerë mas lufte ku ka pas edhe media që në kanë tashpra, dvrashta, që ka mëzit që si lloj gjuhe agresive. Mirë po, në pjesa më e madhe e media serioze në këtë vend kanë rri, si me thonë, me i shujt që ato zona dhe me dominu kjo që u kanë gazetari më profesionale, e madje me pas edhe fuqin e diktimit, jo diktimit politika o për kesh, po si me thonë, kanë pas më shumë besueshmëri, më shumë kredibilitet si media. Edhe kemi pahy në një fazë ku për një me kemi menu që jemi t'ju transformu në kuptimin e qasaj që kemi synim, e që duhet me ka evropian, që duhet me ka modeli se që është bëhet gazetarije përvarën, që është bëhet politika, që është na duhet me ka kujdestar para publiki, që duhet me ka si media kritike. Në qëtë dy aspekte, edhe në aspektin politik, edhe në aspektin mediatik, edhe këtina njerëzve që krijojnë debat. Unë mendoj që nëse kthehesh mbrapa pak, çush e kishe përshkruar. Janë disa elemente që duhet t'i theksojmë, që i përkasin kësaj kohës prej, po e marr 99 si referencë dhe tutje. Okej. E para mendoj që kemi pas një sjellje shumë të përgjithshme me njëherë mas luftës, edhe si pasojë e qenurit falënderues që po jetojmë paqen dhe lirinë. Okej. Ne kemi respektuar shumë a shumë secilin gjë që e kemi bërë. Si shoqëni në tërësi, do thotë, kemi respektuar më shumë universitetin, e kemi respektuar më shumë mediumin, e kemi respektuar pak më shumë politikën, institucionet në përgjithësi, do thotë sepse kemi pas një etje të jashtëzakonshme për atë që kemi aspiruar dhe e kemi arritur.
ka qenë proces i ndërtimit të institucioneve. Elementi dytë, besoj që ka qenë i rëndësishëm, ka qenë prania e madhe ndërkombëtare. Do të ne shpesh e neglizhojmë, por në Kosovë ka qenë jo vetëm prani ekonomike e politike, por ka qenë edhe një influencë kulturore, e cila na ka ardhur nga perëndimi, kryesisht nga perëndimi. Dhe e cila ka qenë jashtëzakonisht e vlefshme në etablimin edhe të diskursit ton për publik, edhe për çështjet politike, por edhe për çështjet tjera. Dhe në cilat është investuar, me kanë qenë me qindra organizata të cilat kanë promovu vlerat caktuara në Kosovë. Me qindra organizata të cilat kanë bërë punë të shkëlqyeshme dhe të cilat ose i kemi haru ose nuk i vrim, po atër kanë qenë të rëndësishme. Dhe krejt ajo atmosferë na ka bërë neve të më të përgjithshëm të dukemi në vitet e para të mas luftës. Dhe i kemi marrë detyrat me më shumë përgjegjësi. Tash kemi filluar një fazë të tjetër, e cila është e mbetësimit, e pavarësimit real, që është maturimi, domethënë, i shoqënisë, pa një monitorim më të thellë ndërkombëtar. Me një fjalë, nuk kemi kaq ashtu qysh u dukshëm, mirë po o ka një farë lloj imponimi dhe investimi, për me qenë edhe të përgjithshëm, edhe me synu më shumë profesionalizmin, me synu më shumë ndoshta që të demokratizimin shoqëror. Mendoj që ka qenë dyjat, ka qenë edhe imponimi i jashtëm, por ka qenë edhe motivi brendshëm i tillë. Sepse kena dasht me prodhu diçka, me bu një shtet, me bu një shoqëri, diçka që kemi aspiru. Dhe brenda atij kulmi jemi sjell shumë me më të përgjithshëm edhe me shumë ambicie. Dhe kemi pas kritere më të larta. Gradualisht, kur e kemi kriju kulmin, kemi fillu pak me haru atë ndjenjen e përgjithësisë, ndjenjen e falënderimit, ku jemi, që e kemi këtë mundësi me bo këtë kontribut, por edhe në anën tjetër kjo është përcjell edhe me një ullje të intensitetit të kontrollit të jashtëm mbi debatin tonë. Shto kësaj ta zhvillimin teknologjik për cilën folja, me cilën shqyqata është ta zonë për para, nëse ti ke dash me dhonë një opinion, në të shkruar, me dash me shu artikullin, edhe me shu ta zonë redaksit kozitore. Ka shumë problematike më të botuar. Ka qenë faqja 10 edhe 11 duket vështrimet, që ki pas fatin ndoshta me ta aprovu redaktori, edhe ty me të publiku shkrimi. Pra, ka ekzistu një sistem. Po dash me pas do kritere këgjat të naltat të shkrim. Sigurisht kanë apliku kritere si zëri, si koha, si cilat çdo media asaj koha. Dhe nuk ka qenë lehti me deportu deri te 20-30.000 lexues që kanë mujt mi pas gazetat në atë kohë. Sot, që është shkruar një shkrim, nuk e qënë kërka me aprovu dhe e lëqenë Facebook. Dhe jënë me 10 media, të cilat mund të marrin pjesëza të ati shkrimi, si qëndrime tuja, dhe t'i lëshojnë shkurta të përpunuara për njerëz që nuk e kanë durimin me lexu opinionin e plot. Dhe kjo është forma e sotme moderne e komunikimit, e cila është shumë ma lehtë e plasueshme, por edhe shumë ma lehtë e manipulueshme. Dhe këto e kemi riskun e madh shoqëror në cilin A ka myt që kjo vlerën e individit edhe vlerën kolektive? Unë mendoj që na kemi, jo vetëm na, nëse ishe edhe vende tjera, kanë një dozë të krizës së ngjashme. Domethënë ku kanë fillu me u shkund autoritetet e pa diskutueshme. Po ne kemi krizë të thellë si shoqëni në autoritet. Do të ju e keni pa që në debatin ekonomik, në politik, tash zhvillohet një debat mbi faktet. Domethënë kemi debat sa ka qenë rritja ekonomike. Kërkush se përmend. Domethënë bëhet debat, ai duhet të jetë fakt. Po da? Po të ketë një institucion kredibil, i cili thot tazëm, instituti Reinvest këtyre herë, ka thonë rritja ekonomike është kjo, dhe ne se kemi diskutuar fare si shoqëni këtë çështje është e besueshme apo jo. Ka qenë natyrisht e besueshme. Tash del secili autoritet thot, ka një palë që e sfidon. Kjo nuk ka fakt. Jo rritja ekonomike ka qenë 4, jo ka qenë 5, jo 18, jo 3, jo 4, jo 7. Na kemi fillu me fakti, kjo vjen si pasojë e degradimit të
sistematik të autoriteteve që i kemi në shoqëri. Pra, unë menoj që më herët edhe universiteti ka qenë më autoritativ se që është sot, edhe mediumet kanë qenë më autoritative se që kemi. Edhe organizatat e shoqërisë civile kanë qenë më autoritative, por edhe përfaqësues të individual biznesit, oda kanë ekonomike. qenë individët kemi pas njerëz me peshë të cilët kur kanë thonë një fjalë, nuk është se i kemi sfidu me automatizëm. Tazëm, ti ke pas Edhe një ke sfidu. Recep Ismail, ke pas një Arber Xhafer, Po jo, ka pas edhe të cilët kur kanë dalë edhe kanë dhënë një mendim politik, përbes na e kemi marrë bak me shumë respekt. Si gjenerat, domethënë nuk është që jo, dhe ka nuk pas është që ja kemi njek Arber Xhaferit idenë çfarë lojalitete shkaj. Sot kur del po i njëjti kalibër i njerëzve flet, nuk pyetët çka tha, çka është argumenti i tij, cila është ideja e tij. Po me çfarë motivi ai po e thot atë, dhe çfarë përkatësie ka, cili është motivi me dëmos duhet po me me pas përkrahje Albin një Kurti motiv. në opozitën, që po jep një mendim. Dhe kjo frymë, e cila është një prej këtyre copzave të polarizimit të madh, e bjen shkundjen e autoriteteve, por e bjen edhe autocenzurën si fenomen në cilin të urtit kanë me fol ma pak, e ma rrallë, e të zhëmshmit kanë me vazhdu me fol ma meza. Dhe kjo është kriza në cilën jemi, e cila i përket një transformimi të përgjithshëm ndërkombëtar, po e cila po na prek edhe neve. Dhe në cilën duhet ketë intervenime të gjitha të shoqërore, të cilat do të mund ta marrin në një kurs të së pranueshmës. Sepse kjo shumë lehtë devion del edhe e merr kohën, E tha e merr tatë pjetër. e tha shumë bukur që është realitet me cilin po ballafaqohemi edhe sot. Që sot ma problem pe kanë këtë mediat, me marrë një njeri që është kompetent me fol për një temë caktune, ose që e ka të bazunën në profesionalizmin e tij në shkollimin e ekspertizën, sesa një ndoshta që është i zhurshëm pa e pas asnjë fakte, ndoshta pa e pas asnjë background, pa e pas asnjë të kaluar, e cila dëshmon që ai është kompetent që i dashur me ia dhënë një hapësirë mediale. Tash nuk ka mua as ndikim. Na ndoshta i kemi bë pak qefin veti, po në shumë raste kur ka pas tendenca devijimit ose ndaj vendimi dëmshëm për shoqërinë, plot tema të cilat ndoshta u kanë vështirë me ardhur deri te ato dhe me konfirmu si skandal ose si tendenca, por edhe ju nal. Domethënë ka një farë, si më thon, nuk kanë guxuar me emëru dikan drejtor një dikasteri të rëndësishëm ose një ndërmarrje publike ose një institucioni të pavarur, nëse na nuk kemi hi me këshyr kush është, ka po vjen, a ka është në lidhje politike, a profesionist, a është njeri që nuk ka asnjë ekspertizë. Sot çdo ditë hyn dalin ki pozita jashtëzakonisht nalta, se më thon nuk pekena më, nuk peka qëto shtyllat të demokracisë, shoqëria civile, mediat, analistë nuk po mujnë me peshu ndoshta zonën e vet aq sa duhet. Nëse na e konstatojmë që është një proces i keq që po shkon gjatë drejtësi drejtimi, po të mjafton një qase i zhurmshëm me kon studio dhe ta imponon më shumë ai, ose duket sikur më shumë ka ndikim ai te masa sa jo që megjithatë synoni me pas një ekspertizë ndoshta të bazuar në do fakte, në do analiza, në do në eksperiencën e ju. Po, absolutisht është kohë tifozëve kjo. Dhe është shumë lehtë me prek në emocionet e tifozërisë se sa në racionalen analitike. Gjithçysh kalon ma lehtë ky i pari. Sepse politika në esencë, komunikimi publik bazohet në emocione më shumë se sa në racionale. Por, bazamenti i politikës megjithatë është racionaliteti. Dhe pjesa emocionale e tifozërisë është këtu për të shku, për të na vizitu pak e për talon skenën, po pjesa racionale mbetet. Dhe do të mbetet gjithmonë.
sepse ka ekzistuar prej se ekziston shoqëria njerëzore dhe politika. Kështu që unë nuk e di që është një krizë e tillë, është shumë vështirë të veprohet në këtë frymë, sepse mjetet të cilat përdorin këto elemente bazohen prekin dy gjëra kryesisht. Traumën, që mund të jetë traumë kolektive, edhe te ne ka shumë traumë kolektive, sepse jemi një popull me histori, me vujtje të shumë. Pra ka një vujtje afatgjate. Dhe sikur te individi, vujtjet të cilat ai përjeton, temat që lidhen me vujtjet e tij, ai nuk është indiferent. Ta zëm, në një familje cila ka përjetuar një aksident, humbjet një antarit të aksident, çështja e trafikut gjithmonë merr peshë më të madhe se te një familje tjetër. Shumë vërtet. Kanë hem, sepse lidhen emocionalisht me atë. Edhe te një popull i cili ka vujt, është shumë lehtë me nxit një reagim nëse ti ke qëllime manipuluese ose qëllime përfituese. Domthonë, dy elementet, vujtjet e shumta, pra trauma kolektive, dhe identiteti kolektiv që na krijojmë, janë dy konceptet mbi të cilat shumë lehtë zhvillohet manipulimi medial, manipulimi publik. Do thotë. Dhe manipulatorët e kanë shumë të lehtë që t'i zhvillojnë këto në një shoqëri si tonë. Dhe ne çdo ditë ballafaqohemi me këto gjëra. Do thotë, po ta jap një shembull. Do thotë, e mora këtë shembullin e aksidentit në familje. Është shumë lehtë me nxit antarin e asaj familje brenda një debati të tillë për ta konfrontuar me palën tjetër. Vetëm mjafton me thonë, drejtori i drejtorisë A po planifikon t'i fshin zebrat nëpër rrugë. Dhe ai nuk ka hapësirë ti verifikoj ato informata, po e merr për të kryme dhe i ndërtohet identiteti kundërshtues ndaj atij personi, asaj organizate, atij institucioni. Dhe kjo të ndodh në gjitha nivelet në Kosovë. Në Kosovë dhe edhe matutje, edhe në SBA është të ndodh. Është për masa skandaloze ty. Ty mri kjo. Tendenca e njerëzit është nuk është situata më mirë. Po, saktë. Edhe te ne nuk është situata më mirë. Pra, në një shoqëri të traumatizuar, ku identitetet janë të forta, është shumë lehtë me bo ballafaqime identitare. Domethënë, është Dostojevski e thot njerëzit nuk luftojnë sepse janë të ndarë në grupe, po ndahen në grupe për të luftuar. Edhe ne filhallë krijojmë identitetin e ri, grupacionin e ri, me cilin ballafaqohemi me pjesën tjetër, e cila nuk i përket atij identiteti. Dhe këto janë rrafshe psikologjike të shoqërisë, të cilat mund të konsiderohen edhe nivele traumash, të cilat nuk mund t'i kalojmë lehtë. Duhet t'i kalojmë me kujdes, e me punë, e me angazhim, e me dialog, e me vështirësi. Po duket që pjesa racionale e shoqërisë nuk e ka ndikimin e duhur sot, por mendoj që duhet punohet më shumë dhe jo të konstatohet që këta janë fituesit. Të dorëzohemi pi punës së parë. Pajtona plotësisht ndërtove mendimin sakt ty e marrë një shembull konkret, edhe unë mendoj që madje edhe shpesh e them, nuk është problemi këtu që ka qenë ndamje politike për një pjesë e madhe e njerëzve, kur e diskutojmë ose pjesën e mërgatës tonë. Nuk është që e kanë fort bindje ose besim që është madh në lëvizjen vendosje ose në Albin Kurtin, po ai ka gjetë veten që aty ku po don me shprehje, si më thon, me kallëzu veten në një farë forme. Se nuk e besoj që është çashtë emocionuar ai me marr pej Minheni e Stuttgartit këtu me festu me tenxhere me kusia, po ai po don me, si më thon, me u shpërfaq se nihet pak i lanë mas dore prej shtetit, prej ato rrëfimet e tyne që kemi kontribuar, ne pjesë e familjes tona, unë këtë familjen e kam atje,
edhe shkoj shpesh e shoh. Domethënë, kjo është përshkrimi që njerëz po i gjojnë, ndoshta që traumat me të cilat i kanë përjetu populli, tash po i gjon veten edhe kemi ardhur në çet kulmin i kësaj përplasje. Kush dosh me ka roli i pushtetit, i shtetit këtë rast. A është dash me kontribu, ose a është të kontribu që sajnë edhe pikë konvenan, a është dash ndoshta me përdor do mekanizma tjera ku ti mundesh me majë. Se na, nëse kthehesh në mrapa në kohë, kemi pas kësi periudhe. Domethënë ka pas përplasje shumë të mëdha shoqërore njëherë mas luftës. Kraj luftës i kraj paqes. Lidhja demokratike, Partia Demokratike. Po do njerëz të pushtetit të asaj kohe, pavarësisht bindje tyne ose përplasje tyne politike që në ka, e kanë dhënë një farë kontributi që mos me la me shpërthy, si me thonë, me u bë kjo polarizimi mall shoqëror, jo politik. Në politik ata si me thonë, kanë pas përplasje të forta, po gjithherë kanë rujt që mos me eskalu debatin të qytetar. Edhe kanë pa mrime, si me thonë, me ardhur në një fazë ku njerëz, qytetarë ose spektator i vëmendshëm, po jo me u përfshin këtë debatet ose me acaru në këtë nivele që farë shumë. Konfliktet e ne këtë të tilla ka pas çdo herë. Domethënë, kur të analizon gjithë skenën politike, ti e shet që krijimi i forcës re politike është ndërtu mbi urrëtitje ndaj tjerë. Jo, për nënçmimin, përdhosjen e asaj. Domethënë janë spikatur kryesisht vetëm dështimet e palës. Dhe ai ka qenë motivi i krijimit një organizimi të ri shoqëror etj. Domethënë pejt parës deri të fundit, domethënë deri në fund. Domethënë merre historinë shikoje, domethënë jemi ndërtu mbi mohimin e asaj që ka ekzistuar paraprakisht. Dhe shumë pak kemi investuar në kultivimin e të arriturave paraprake. Ose edhe vazhdimsinë për më mirë. Ndërtimin e kësaj. Tash, si e shohun këtë punë? Unë mendoj që këto trauma dhe këto manifestime që na tash po i shohim tek lëvizja vetëvendosit kanë një burim në të kaluarën. Ka diçka që ka nervozu diasporën në të kaluarën, që tash ajo njihet e përfaqësuar brenda korpusit të lëvizjes vetëvendosje dhe është e gatshme të investojë, të bëj karriera dhe mimshuja edhe të nxjerrës, do thotë gjëra për cilat e shes si të arritur të identitetit të saj të ri. Sepse në të kaluarën diçka ju ka mohu. A ka qenë neglizhenca, a ka qenë shpërfillja, a ka qenë bivlerësimi këtyre që kanë qenë këtu dhe neglizhimi i punëve që janë bërë atje. Mund të jetë një spektër shumë i gjerë i çështjeve që i motivojnë ata. Dhe tash ka ardhur kjo situatë. Unë besoj që apo i shfrytëzon ndoshta marifeti politik sot, marifeti politik sot, do të thonë, është krijimi i rrethojës tonë politike në të cilën nxen më shumë të njerëz brenda, të cilët kanë hidhnime me të kaluar. Po shpesh te na debati shtiret se është për të tashmen, po kryesisht bazohet në emocionet e të kaluar. Dhe politikanët e Zot janë sot ata që ndërtojnë këtë gardh të madh. E zgjerojnë gardhin me marrë sa më shumë pjesë të shoqërisë të cilat që në vetvete nuk është diçka, si më thonë, nuk është diçka e pa drejtë e pa moralshme në politikë. Mirë, po kur që kjo mandej përkthehet në ato që ti nuk jep asnjë rezultat. Që asajna që ka ai pendeshkon një të kaluar që e ka neglizhu, edhe ti sot pe bën të njëjtin veprim. Si më thonë, aty ofru diçka në çdo zgjidhje. Nëse më lejon, pra të jem konkret, pra ta kthej në nivelin konkret pra këtë çështje. Do unë mendoj që lëvizja vetëvendosit do t'i ketë historikisht dy efekte të rëndësishme. Hajde. E para ka qenë efekt për cilat ndoshta edhe s'ka bo veprime të drejt për drejta ndikim, po vetë ekzistenca e tyre ka me dhënë atë efekt. Që po jap kështu. Do të fitoria e lëvizjes vetëvendosje besoj e ndërpret ciklin e një etablimit në një formati krejtësisht klientelist politik dhe legjitimimin e atij formati. Nuk po flas për parti të caktuar, po flas për të gjitha në përgjithësi. Dhe raportin e këtyre njerëzve, strukturave njerëzore me institucionet. Ishte krijuar një bindje që atyre ju përkasin. Domthonë i përket këtij, i përket atij, kur je aty ti je antar bordit, ti merr këto vendime, merr edhe kerin edhe bën.
edhe ajo është në një formë ndërprej. Unë nuk them që është ndreq. Shumë e mirë. Nuk them që është ndreq. Jo tash kjo pyetja tjetër. Tash a është ju krijuni klientalizmi i ri në Unë mendoj që është e rëndësishme që është shkput. Okej. Është shkput një gjenerat, ka ardhur dhe ka shkput një gjendje e cilën në gjithë dhe e kemi pasur që është të shkuar. Gjithë ne kemi kritikë. Dhe këtë besoj që ka qenë efekti i parë. Efekti i dytë, të cilën do ta jep lëvizja vetëvendosje dhe ka qenë automatik, ka qenë një farë të kuptuar të pjesës tjetër shoqërisë që ose do të ketë një reorganizim, një ndryshim të mendësisë, ose ka i do të jetë fundi i ekzistencës tyre si forca politike. Pra, ndoshta më shumë është reformu, ka pas efekte pozitive prej ardhës vetëvendosjes në PDK dhe në LDK, se kudo tjetër. Sepse ti ke transformim të jashtëzakonshëm të figurave në udhëtësitë e tyre. Shikojeni grupin parlamentar të LDK-s, ose të PDK-s. Po, ama nuk përshkruan që e kanë Shikoti, jo, e kanë shumë e rëndësi, shumë e ose rëndësi. edhe kanë rolin opozitar që është dashur. dashur. Ty, para 10 vjetë a kishe imagjinu ti që mundet Arjan Tahiri me u bë shefi grupit parlamentar të PDK-s? Veç nëse kishin shtin ato listat e peshshme, që i shpërndashin. Shumë vështirë. Po, Shumë megjithatë vështirë, kanë bërë, shumë vështirë. Ky ekonomisti nga Gjilani, Mustafa, a kishe, ose përparim Gruda, a i kishe pati këta letë të shpërthy në skemë politikë. Ka shpërthy Hajdin Kuqi në ver. Shumë më të vështira kanë qenë ato situata. Natyrisht shumë më të kontrollume, shumë më të vështira. Për njerëz, po. Ka pas një efekt transformativ në dy subjektet kryesore opozitare, ardhja e lëvizjes vetëvendosje. Që duhet ta bje efektin final. Krijimin e një platforme politike qytetare e cila do të jetë ambicioze dhe progresiste. Okej. Pra, A kanë ndodhur efekt i cilin besoj se do ta bjen lëvizja vetë. Pse po them kështu? Pra, lëvizja vetëvendosje është ndërtuar mbi idealet, mbi idealistët, mbi njerëz të cilët kanë pas ideale. Është e padiskutueshme, domethënë, po idealistët janë të shkëlqyeshëm në kritikat sistemeve. Po zakonisht janë të ngathë në implementimin e ideve tyre kur të janë në pozitë. A janë që ta idealista sot halon në vetëvendosje, a ka met idealizëm? Absolutisht, unë besoj që ka shumë. Ajo besoj që ka shumë njerëz të tillë të cilët janë aty. Por ajo që vrehet në 5 vitet e para, 6 vitet është gati po bën që janë në pushtet, është një gatësi e implementimit të reformave të cilat ata i konsiderojnë të domosdoshme. Ata do të ishin të shkëlqyeshëm të ishin anën tjetër politike, si opozitar për me t'i spikat të gjitha ato. Ta zome, e marrin sistemin e arsimit dhe thotë po vjedhet testi i arritshmërisë në gjithë Kosovën. Lëvizja vetëvendosje kish me qenë fantastike me bo këtë oponim. Me ta bo hor e rezile krejt sistemin. Dhe në momentin kur e merr, 5-6 vjet nuk arrit me ndreshat atë sistem. Nuk besoj që nuk dojnë. Thjesht nuk edhe ai justifikon që kjo që këta janë kohë mirë me adresu kritiken edhe me bë opozitarizmin, por ndoshta në pushtet janë të gathë me çu një politikë përpara. Po, vizioni im që unë e shoh këtë shoqënisë që do të ecë, është që kjo lëvizje vetëvendosje do ta prodhojë edhe një efekt tjetër të jashtëm nga vetja. Okej. Ose do të filloj të qeverisë mirë dhe t'i bëj këto reforma që janë të domosdoshme. Mora për shembull testin e arritshmërisë, ose ka me ndreq, ose ka me kriju në taborin tjetër një gjenerat të re politike, e cila do të jetë e gatshme të ecë një hap përpara. E mira shoqërore është të ndodhë kjo. Se sa më parë të krijohet një tabor opozitar i profesionistëve të ri, të cilët kanë edhe ambicie, po edhe program të cilin ta premtojnë që do të mund ta bëjnë. Dhe e bëjnë në referencë të paaftësisë së qeverisë për t'i bërë disa prej punëve të cilat ata kanë proklamuar se do t'i bëjnë dhe nuk arrin t'i bëjnë. Dhe unë besoj që kjo do të jetë efekti i fundit. Sa shpejt të ndodh kjo, do të varet prej kësaj shoqërie, sa mobilizohet më shpejt brenda, sa gjeneron ekspert, sa gjeneron politikan të ri, sa i jep besueshmëri atyre njerëzve, sa ju jep kredibilitet atyre njerëzve për me mujt me adresu këtë çështje. Pra, ajo që nuk duhet të ndodh, është përmbysja e të res me të vjetrën. E reja duhet përmbyset me një tre tjetër.
Jo me 10 vjetër. Jo me Edhe ajo e re duhet jetë Çu progresive. vlerëson mandatin e Kurtit dhe këto edhe politikat e qeverisë Kurti dhe lëvizjes vetëvendosit deri në këto momente kur jemi në këtë blokadën tash ose krizë mas krize, blokadë mas blokade, që vani po kalon tash më shumë se një vit. Edhe qeverisja e Kurtit në qëtë mandatin e parë. Po thash, thëm Kurti për mu është konstatim tani më që ka një lexim të mirë gjeopolitik. Ka një lexim të mirë të Serbisë Okej. në rend të parë, dhe ka një lexim bukur, mirë, vizionar të konstelacionit ndërkombëtar karshi çështjes Kosovës, çështjes shqiptare. Megjithatë, kjo është një prej dimensioneve të rëndësishme që duhet i ketë një lider dhe zoti Kurti besoj që i ka ato. Aty ku zoti Kurti ngec dhe Në arenën ndërkombëtare, a mund të më shpjegun bindu mu në kuptimin çka konsideron që ka strategji e mirë politike në arenën ndërkombëtare. Po unë mendoj që e Mos para kemi përsëritje ato që kemi folur që na sanksionet. e para që duhet mu konstatu është kjo, që situata jo nuk është kështu ideale. Okej. As që do t'jetë ndoshta shpejt. Kosova do të vazhdoj të mbetet një problem gjeopolitik. Okej. Nëse hi me aspiratën që për 2 vjet do ta zgjidhim këtë çështje dhe ne do të bëhemi shtet i njohur nga Serbia dhe të gjithë do të jetojmë të lumtur, jemi pjesë e OKB-s, ajo është një ambicie kështu naive. Pritjet janë që edhe për dekada të tëra ne ta mbajmë konfliktin me Serbinë. Çështja është se si të arrijmë të bëhemi shtet funksional brenda ekzistencës këtij konflikti. Dhe brenda kësaj kohës ne të forcojmë pozicionet tona më shumë se Serbia që i ka sot. Jo vetëm si Kosovë, po si shqiptar në përgjithësi. Po në rend të parë si Kosovë. Dhe unë mendoj që këtë e ka kuptu Kurti dhe ka punu Të prodhu mençur në pjesën të e prodhu shtrirjes kriza dhe konflikte me jo vetëm, Bashkinë Ndërkombëtare. jo, ajo është një dimension Okej. i problemit. Po për shembull mendoj që ka arritur me sukses me problematizu me- çështjen me- e Kosovës ose raportin me e Kosovës. ndërhyrë në një prej çështjeve të cilat ne kemi konsideruar si konflikt gati i mbyllur, çështjen e veriut. Okej. Mendoj që ka arrit me e shprush një problem gati që është konsideruar si i paprekshëm Okej. nga një gjithë shoqëria. Do thot me praninë më të madhe policore, me shtrimin e një farë autoriteti, s'pakun këtë aspektin e sundimit klasik të ligjit, të dominimit të bandave të organizuara. Sot policia është shumë operative sot doganat janë shumë operative në veri. Gjë të cilën kemi hezituar ta mendojmë dashta si gjenerat Ka në me atë kohë, met ka me një met farë si një krize banjole që mos u merr me të cilën do ta tash. negociojmë në një moment. Kështu e kemi perceptuar. Dhe Mirë, mendoj po që në atë mos harro aspekt që marrëveshja finale hala nuk u kry. Hala keni dokument në tavolinë i cili ajo nuk do të dihet jetë se çfarë. Shërdër, unë nuk jam naiv me mendu që u kry lufta Po, u kry çështja e veriut. Domethënë çështja e veriut Unë ja qesëm tikun që kjo ka sukses i Ne me Kurti dy derisa veprime- ti hala në proces. me 2 veprime të gabueshme ne u çojmë poshtë komplet të arriturën që e kemi Me një bërë. shkrim. Por unë mendoj që brenda me gjithë pasojat që i kemi bart, si shoqëni, përfshi sanksionet, me gjithë këto, me gjithë gabimet, se disa për tyre kanë qenë edhe gabime thella. Mendoj që brenda një analize të gjerë, mendoj që këtu ka qenë mirë i pozicionuar zoti Kurti. Mirë ka vepruar. Politikën e brendshme në politikën e brendshme apo në politikën e qeveriset brendshme- mirë edhe ka strategji qeverisë dhe zhvillimit të Kosovës zoti Kurti edhe lëvizja vetëvendosje në politikën e brendshme A, mendoj që ka kalon veç menaxhim. domethënë atë që të thash më kriza, herët. Politikën e brendshme është pa ajo analiza e parë që thash idealistët janë të mirë për kritik, por jashtëzakonisht do në implementim të kritikave të veta. Do thotë ti merret domenet bazike, do thoja arsimin po e marr dhe gjendjen e arsim. A kemi përjetuar ndonjë transformim radikal në 5 vitet e fundit me diçka?
Edhe nëse ka ndodhur diçka përpjekje, nëse jo mu kesu, do i marr 2 përpjekje radikale që kanë qenë në arsim, të cilat, po asnjëra s'ka qenë në lëvizjes. E para ka qenë çështja e ndërlidhjes së fshatrave në shkolla, në një shkollë. Domethënë një prej problemeve në Kosovë me shkollim është ky. Me statistikisht lëvizja vetëvendosje ka kundërshtu. Po, okay. S'ka qenë. Domethënë ne në shkollim kemi këtë problem. Domethënë na kemi statistikisht numër ideal të nxënësve, të mësuesve për nxënës, të klasëve. Po. Domethënë ne kemi diku 20 nxënës për klasë. Dhe kur të merr ky është standard evropian. Por nëse me analizu, nuk është ashtu. Sepse ke klasë në Prishtinë, shumica e shkollave me 40 nxënës. A ke fshatra atje që ke pjesë tjetër që ke shkolla ku janë 2 nxënës me një mësues. Ose ka një nxënës, klasa parë, 2, 3 ta bëjnë bashkë. Edhe hin bashkë, e marrin mësim dhe janë 6 mësues për 2 nxënës. Dhe një prej ideve radikale që ka qenë lëvizjes vetëvendosje është e mundu me implementuar qendron kastrate në Kamenicë, po ka qenë origjinal, ka qenë projekt i ndërtuar në lëvizjen vetëvendosje si koncept, mendoj ka qenë ajo që me grumbullu fshatrat, me aktualizimin në shkollë, me grumbullu fëmijët në një shkollë dhe të ketë një shkollë klasike të mirë, me cilësi të mjaftueshme. Jo, agja mësues, baba drejtor, tezja psikologja. Që do të thotë 2 fëmijët janë njëjtës familje. Aty nuk ka shkollë. Edhe ky transformim, domethënë kjo ka qenë një prej përpjekjeve që e kam parë në skenën politike, cilën fatkeqësisht lëvizja vetëvendosje e ka oponuar. Ndonse ka qenë origjinal ide e saj. Më vjen shumë keq, sepse ajo duhet të ndodhë me një moment në Kosovë. Unë e kuptoj që reformat kanë pasoja, domethënë kur bën një kësaj lloj reforme në shkollim, ti merr pasoja se i dhon njerëz, i dhon komunitete. Po reforma duhet të ndodhë, sepse shoqëria duhet të ecë. E dyti përpjekje kështu ba revolucionare është shkollimi tërditor në Prishtinë, i cili është bodhur, shpresoj që do të mirët si model dhe do të hecet më tutje, do të ndërtohet infrastruktura që po përpjekje tjetër serioze për transformim edukativ në Kosovë nuk ka pas. Nuk kemi vrejt. Në pjesë tjera ke po në reformë, ose me konkretizu ma mirë pritjet e tua. Vesh të përfundoj. Do të thotë pritjet jo të mijat, po të gjithë popullatës Kosovës, gjithë qytetarëve, madje edhe oponentëve, të mëdhajt lëvizjes vetëvendosje. Kur gjë mos bëft arsimin ka me ndrejsh. Shëndetësi. Shëndetësi ka me ndrejsh. Të arriturat janë të mjaftueshme, pra që lojnë hapësirë të jashtëzakonshme për debat politik dhe për një platformë të re politike e cila arrin me sfidu qeverinë. Çka kemi humbur në 4-5 vjetët e fundit? Nuk është, domethënë debati na u ka zhvillu, a është ky me Serbinë, a këta me Serbinë. Po të që kjo, s'jemi të diskutuar. Cila pale me Serbinë? Shumë ma i dobishëm do të kishte me qenë debati sa efektiv jenë reformat në shëndetësi. Edhe në arsim. Dhe shumë ma efektiv do të ishte për 2 palët. Po ja që kemi nkurthume në këtë farë budallakun e kontestimeve identitare, domethënë ky i joni, ai jo. Përbes, nëse hecim kështu, krejt kena me përfundu me Serbinë. Efektet tona kanë me qenë damshme për vend si shoqëri. Kemi në pjesën e fundit me diskutu edhe pak këtë temë. Lëvizja vetëvendosje yll në këndvështrimin ton realist, jo që na u mashtrum, po ka një lëvizje e cila për një me jo veç fjalë thota, po pat edhe kuadra, edhe djemë, edhe qika të reja, përgatitur mirë, tarsimun, ku kanë prezentu vizion, kanë prezentu model se që është duhet me u qeveris. Edhe kini ndryshim që ndodhi kur u largun keqata një pjesë e madhe e njerëzve të lëvizjes vetëvendosje, edhe e patëm na modelin e parë qeverisjes ku ke kabineti i kryeministit Kurti, qeveria 2. Kurti 2, jo qeveria që ketë në koalicion me këta. Ty po që ata njerëz, unë jemi bindun që ti pjesën më të madhe ty në i njef, nështë ta fillimisht kemi besu dhe kemi thonë okej, se nështë ta mujnë me i qu për para qëto qëllimet të tyne. E po, shkoj 4 vitet pushtetit të Kurtit, edhe, si me thonë, edhe njerëz që në ka të arsy shumë, edhe mbështet televizit vetëvendosje të Kurtit,
pajtohen që nuk pat as për afërt pritjet çfarë i kanë pas. Ty marr parasysh sot që ta njerëz të cilët sot po shohim që i ka në kabinetin e Kurtit. Cilat janë shpresat e tua që ky vend, që kjo qeveri ka marrë një orientim tjetër, ka me pas një vizion, ka me pas një qëllim, ka me pas një strategji politike, ka me dal na prej këtyre krizave edhe ekonomike, edhe shëndetësie, edhe në arsim, edhe në këtë segmente tjera. Atjep me besu tash mandati i dytë i Kurtit, si themi plot në pa koalicion me parti tjera të mëdha. Që ose kanë me performu, ose kanë me humbë pushtetin shpejt. Nëse veprojnë me energjinë që kanë vepru në mandatin e parë, besimin që është rritë shpejt, e humbi shpejt. Do më thonë, sepse njerëzit kanë besu edhe një mandat, zot. Ka qenë oferta më e besueshme, ka thonë urna. Kjo kriza që ndodhi ndërmjet, ka qenë përpjekje me largu zotin Kurti. Është interpretu si e tillë, prandaj me 28 dhjetor pat një farë votimi plebiscitar. Sepse nuk u lexu drejt ai rezultati i parë. Ata i thanë Kurtit ti s'ke qeverisë mjaftu shumë mirë, prandaj gjejeni një partner dhe fillot qeveri ndaje pushtetin. Po nuk i thanë Kurtit në shkurt largohu krejt. Por I thanë sepse avon 42%. E krijoi një krizë interpretimi atyre rezultateve si mandat për largimin e Kurtit bënej që ka qenë i gabum. Edhe e pruni 28 dhjetorin ku i rikthy Kurtit 50%, sepse qytetari tha, më falni, po jo, s'jemi ende për me hek. Jemi për me nda pushtetin, po jo për me hek totalisht. Po zoti Kurti duhet zonë me lexu gabim këtë 28 dhjetorin. Se ka qenë i tillë, ka qenë votim pak a shumë plebiscitar për mbetjen e tij në skenë, në qeverisje, në institucion. Por si rezultat duhet ta merr si referencë shkurtin. Aty e ka vlerësu qytetari performancën e tij. Apo beson që apo e lexon që në ambicjet e tina janë rrit më shumë sa 50%. Absolutisht e besoj. Absolutisht e besoj që ka lexuar citatë. Nuk e di, e ka lexuar, nuk është që komunikoj me zotin Kurti për fundit bllokimi me presidentin, ka disa sheja të cilat për mua janë premtuese. Unë e interpretova pozitivisht transformimet që kanë ndodhur në LDK dhe në PDK. Dhe besoj që është rrugë që duhet ndjekur më tutje me intensitet hala më të madh. Një numri i njerëzve të ri që do të përfshihen në LDK dhe në PDK e përcaktojnë dinamikën sa shpejt ata do ta largojnë këtë qeveri nga pushteti. Sa më shumë figura të reja, profesionale, të kompetente me u marrë me çështjet të energjisë, të arsimit, të shëndetësisë, aq më shpejt do të sfidohet establishmenti aktual. E dyta, që ka konvrejt, është që kritikat mbi polarizimin, mbi gjuhën e ashpër, nuk është se janë neglizhu totalisht. Po, shpeshher na u kemi qenë të marginalizuar, po në fund të ditës fushata e kaluar e zotit Kurti ka qenë me një gjuhë krejtësisht të butë. Krejtësisht të butë. 28 dhjetori krahasoje me 9 shkurtin, dhe ti sheh dallimet, është si dita me natë. Mas një viti shumë të ashpër, polarizimi edhe politik edhe shoqëror. Po pse mendon që ka ndryshuar ajo? A mendon që ajo ka pas një epifani kështu? Ka ardhur një engjulli ka thonë, kjo është rruga e dur, prandaj ti largo. Jo, s'ka ndodhur ashtu. Taktikisht. Absolutisht. Kam vlerësu që ajo gjuhë e përdorur ka sjell pasoja politike. Po në veprimet dhe ka bërë transformim politike, nuk që ka ndryshuar Kurti. Gjuha është hapi, fjala është hapi i parë. Unë nuk jam naiv me besu që ata do të ndryshojnë si karaktere. A mos ndryshoj, se nëse ti referohesh që e uli gjuhën e ashpër, ja nisi me komaj kujdesshëm me media, me shoqërinë, me oponentën politik. Ti pa që u kthyell më ashpër, edhe sot kur ai ballafaqohet me një krizë me cilën ai është dashur me kohë shumë më i butë për me mërrit qëllimin që me zgjedh presidentin e Kosovës. Prandaj duhet të reflektimi. U kthy prapë në çat. Prandaj mendoj që reflektimi duhet të jetë përmbajtësor. Nuk mjafton të jetë vetëm kozmetik, politik, strategjik. Dhe vazhdim insistimi në
konflikt permanent në mosgjidhje të situatave është çelësi në derën e humbjes. A e pat në dorë zoti Kurti me pra. zgjedh presidentin. Edhe a është edhe në këtë rast të i luaj taktikisht për me çu vendin edhe një herë në zgjedhje. Ta them të drejtën, presidenti nuk zgjedhet pa zotin Kurti. Pa gjithë tjerë të po jo edhe vetëm me pa gjithë tjerë, dëshirën e Kurtit. Mund të mos zgjedh presidenti pa PDK-n, mund mos zgjedh pa LDK-n, pa AK-n, pa listën srpska, pa njërin prej tyre po flas, ose dy prej tyre, po jo pa të gjithë. Por pa zotin Kurti nuk zgjedhet. Okej. Pra presidenti, edhe përgjegjësia për zgjedhjen e presidentit i bie zotit Kurti. Mënyra se si ka ecë ky proces, unë kam një dyshim pak më të thellë, domethënë, mendoj që jo rastësisht kemi humbur një vjet e gjysmë kohë, një vjet e 2-3 muaj pa institucion. Domethënë, bazamenti i këtij problemi është mungesa e kompromisit. Mungesa e kompromisit për cilën do arsye. Por nëse më thu, analizoma racionalisht, pse zoti Kurti nuk e kryu presidentin tash? Nuk e kryu zgjedhjen e presidentit, unë nuk di me të thonë. Nuk kam një sqarim racional, me thonë, pse zoti Kurti e sfidon ka diçka për te ambicjet të Kurtit për me kapë edhe çat pozicion. Ja, unë mendoj që ai është i vetëdijshëm që nuk mund ta kapë edhe atë pozicion. Është i vetëdijshëm që është e patolerueshme, madje edhe nuk është e shëndetshme politikisht. Unë kam dyshim tjetër, unë mendoj që ka një motiv shumë të ulët të krejt skenës politike me kriju institucione. Shumë janë, jo vetëm të zoti Kurti. Në rand të parë të zoti Kurti. Zoti Kurti megjithatë ka dorë. Në rand të parë të zoti Kurti. Po çfarë edhe pjesën tjetër të skenës. Nuk don shumë analizë kjo punë. Nëse ka vullnet. Nuk ka pas zoti Kurti kjo ç'është zgjidhur. Hajde po themi një vjet më herët. Po. Nëse s'ka pas ofertë PDK, LDK ka pas ofertë me hyrje në qeveri. Po. Cila partinë të kaluamën i ka thonë jo qeverisjes, ofertave për qeverisje? Jo, më ato. Kur ka qenë LDK-ja kështu shumë rigoroze, jo pragmatike, me thonë. As ky se ka bu mundin me iftu si duhet, po as ata nuk kanë dhonë ndonjë motiv, nuk kanë shprehur ndonjë motiv me që. Pra, çka po duhet të thonë? Djegi me zoti Yll. Po e di, qëndrojnë krejt ato. Çështja është kjo, unë mendoj që jemi të e kaluar një periudhë të çuditshme politike, në cilën kriza është normalizuar, dhe nuk jemi të aftë as ne të analizojmë pse po na vjen kjo krizë. Me premisat racionale, nuk arrim me analizu pse nuk zgjedhet presidenti tash. Pse rrezikojmë me shku edhe një po zgjedhje. Çka fitojmë? Domethënë, nuk po arrim me bë dialog për ta gjetë një emërues të përbashkët mes VV-s dhe PDK-s ose VV-s dhe LDK-s dhe AK-s ose një grupimi prej 80 deputetësh, dhe zgjidhja cila shkojmë zgjedhje. Dhe çka po presim që ndodh zgjedhje? Kush është fajtori zoti? Çka presim që ndodh zgjedhje? Kush? Prodhohet varësi e njëjtë ka me qenë. Sakt. Pra, cili është efekti që jemi të arrit? Objektivisht është vetëm humbja kohës. Pse po na vjen humbja kohës? Kuj na pikon venan që kjesë? Kuj na pikon venan humbja kohës? Kjo është pyetja. Jo, po mundona me nxjerr që është. Nuk kam. A ka diçka për te ambicje, si themi, smuta për me pas, si më thon, këtë levat e pushtetit në dorë. A është edhe ana tjetër që ka një, si më thon, një strategji opozitare që me asnjë formë nuk po dojnë me ia dhënë mundësinë zotit Kurti me qeverisë, si themi, me këtë institucionet edhe me shku me mos me shku vendin zgjedhje. Qëto dyja do të me kanë... Vrejtej me vëmendje këto farë pozicionimet politike. Domthon, shqyqimi im në këtë situatë është që pa përjashtim edhe partitë opozitare s'kanë qenë shumë të interesuara por nuk jam fajtori kryesor. Domthon, unë shoh si opozitën, gjitha subjektet kryesore, të cilat në formë vargu i kanë kontribu zvarritjeve. Krizë. Kur ona lëvizjave të vendosje me zvarritje, ka fillu opozita. Kur ka nalë opozita, e ka marrë stafetën gjykata kushtetuese. Kur o kry gjykata kushtetuese, ka fillu cikli ri i zvarritjeve.
pozit, opozit, gjykatë kushtetuese, ai ky president Recep Bir. I kemi hup një vjet e 2-3 muaj, brenda një zhvillimi dramatik gjeopolitik. Që në rrethana Je fillu me luftën e rrethana Ukrainës, normale, ka fillu lufta në Iran, ki deklarat të presidentit Trump i cili kërcënon thotë unë jam këtu e konsideru tërheqjen nga NATO, pra një ballafaqim i binomit Euroatlantik, prej cilës na varemi tërësisht, edhe na katuni po kallët bava po krejet. Kolektivisht jemi të e bo këta. A je ty dashur Edhe çka po du me thonë është a je ty dashur dilemën të që cilën e ka kam një është farë cila është arsyeja e këtyre zvarritjeve nuk muj me tha thonë, sepse duna me kalu në domenin e spekulimit, sepse informat nuk kam. Jo që po du me ta Me që thonë. nuk e kam, une atë që e kam, por që une nuk arri me thonë pjesën racionale, thëmë kjo ndodhi, sepse PDK-s po i konvenoj ka kështu. Jo, ama Ka inserte ku thëmë. nëse jam të lexu mirë, je ty desh me thëmë kjo kështu. ndodhi sepse VV-s po i konvenoj kjo. Nuk muj me ta dhoni shpjegim të qëndrueshëm në qatë dimension. Edhe me kaq po e lo këtë pjesë, ty të thonë që dyshimi im është që ka a mos po do me thonë vjen në sferën e spekulimit. diçka të tillë. Me sa po lexojnë. Edhe vetëvendosja, edhe Albin Kurti nuk u fajtoi që s'po zgjidhen krizat, po si më tha po prodhohen qëllimisht, po dhe opozita nuk është interesuar në ne, edhe me dalë në një farë rrafshi që me demek Kosovës i intereson mi kalu këtë dëfar kriza, këtu si muhabetet shqitorëve atje, që ndoshta deri në përfundimin e mandatit Trumpit, se s'po dihet çfarë po bëhen në zhvillimet gjeopolitike, Kosova me met qështu pengi shtyne. E me zhvesh për përgjegjësie edhe zotin Kurti, edhe ndoshta pjesën e opozitës, që Kosovës nuk janë të dha institucionet me cilat qytetari e ka kryer obligimin e vet. U dal, ja u ka dhënë votën, ja u ka besu partisë lëvizjes vetëvendosje me qeverisë për 4 vitet e ardhshme, me zgjidh problemet reale me cilat ballafaqosen. Nuk e di, nuk muj me të thonë, nuk muj me ta thonë atë, po ajo që muj me të thonë është që për mua është krejtësisht vendim iracional, i një partije që ka 51% dhe ka qeverin për 4 vite, plot, me kontrol të plot, me dështu me gjetë president. Me dështu me gjetë president, për çfarë do lloj arsye? Është veprim iracional. A ti nuk beson që është ty synu ndoshta më shumë se sa pas? Po jo, po nuk e arrin. Ai vetë ka thonë. Ki qëndrimin e zotit Kurti dhe zotit Konjufsa. Unë veç të thënë në fillim të procesit, për faktin që për përmend shpesh që s'muj zgjedhja e presidentit nuk është çështje vetëm e ju, duhet kompromis. Duhet kompromis i cili tash mënyrën se si ata e kanë artikulu kompromisin mund të jetë i gabum. Kurti ka pasur deklaratë. Po, shiqo. Pa thonë veç mëllime demokracia se më edhe më u shkatru këtë opozita. Po jo, më rëse të zeli opozit tjetër. Po dhe? Nuk shkatrohet opozita në sistem demokrat. Jo, s'pe tha mone. Mune me shkaktru sistemin demokratik, po në demokraci se në shkatron opozitin. Le të fshin, kush do. Që to po, edhe gjë. Edhe shumica nuk zhduket. Jo. As nuk bjen që është të qysh njerëz presin. Çka është, që e them, esenca këtu, është që të subjektet që i kanë 90% pushtetit në Kosovë, nuk janë pa përvojë, nuk janë agjami. Këta e din se si zgjidhet ky problem. Këta e din se edhe si bëhet dialogu politik, edhe marrëveshja politike. Gjithë e din, prej Albinit, se secili me secilin e ul aty në tavolinë nga herë dhe ka bënë ai bisede, ka bënë ai marrëveshje. Nuk janë këta naiv, si më thonë gabu. Unë çka po më thon sot është që ky spektri racional i analizës nuk ma jep një arsyeshmëri të sjelljes që një vjet e 2 muaj, jo vetëm një subjekti, po plot subjekte. A ka presion? Edhe pozitës edhe të opozitës. A ka presion të tavolinë? Kjo, nashta e ka duke gjia mirë, nashta se ka, unë s'jam gjendje me ta thonë, po hyn në domenin e spekulimit, sepse informatën nuk e kam. Jo spekulim, në allona mendim. A menon edhe ai beson versionin tjetër, që është një dokument që i cili duhet me u nënshkru, e që është ajo marrëveshja e Ohrit, për vetë menaxhimin, që ndoshta që kjo, edhe kjo mundet me i shkaktu çdo krizë.
Nuk po e shoh që është qaq afër në një zhvillim spektakular në aspektin e ndërhyrjes bashkimit evropian brenda krizës, brenda marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Nuk po e shoh energjinë as në Serbi për një kapërcim të madh. Domethënë më shumë po e shoh edhe Serbinë edhe të Kosovën pa aftë për të hyrë në projekte të një marrëveshje më ambicioze. Ajo se a do të jetë Bashkimi Evropian në gjendje të prodhoj një presion të ri për me shty dy palët, për mua është gati si vështire paramendueshme. Për shkak të një farë lloj paaftësie të tyre për t'imponu gjëra. Domethënë, Bashkimi Evropian është konglomerat i 20 e fiu forcave të cilat nuk pajtohen gati për gjysmën e seneve për cilat deklarohen bashkarisht. Dhe një prej çështjeve që nuk pajtohen është edhe si zgjidhet problemi Kosovë-Serbi. Dhe është shumë vështirë me prit nga një masë e madhe e tillë me kriju efekt të shpejt. Ajo çka është e rrezikshme mund të jetë që SBA-ja ta merr në dorë dhe ata ta bojnë shpejt zgjidhjen. Ata mund ta bojnë prodhimin e shpejtë të zgjidhjes. Dhe nuk është, domethënë, për neve është interes shumë më i madh që SBA-ja ta merr në dorë procesin. Të ketë më shumë dominancë në proces, hisedar në proces të ndërmjetësimit Kosovë-Serbi, se sa të jetë Bashkimi Evropian. Na kemi Por konstelacioni i sotëm politik në SBA është i tillë në cilën pa parashikueshmëria është enorme. Unë nuk besoj që ka lider në Ballkan, atje edhe në Evropë, që është i lumtur me mftu në shtëpinë e Barsët. Që shkon patut. Nashtë me shku s'ka qare pa shku, po për best frikën e ka të madhe. Dhe unë mendoj që kjo mund të jetë edhe një arsye demotivuese, në atë që thash mungesën e motivimit të elitës politike me qenë brenda institucioneve. Qysh mund na mi kthy temë debatit çto problemet me të cilat ballafaqohen prezidentet qytetarë të këtij vendi? Po është roli i Dallimin e krizës, roli i sociale, medias, çmimet, roli i politikës, roli i neve si analist. Tazom, unë mendoj që ka pas shembuj jashtëzakonisht mirë në kohët e fundit, do thotë në çysh është aktualizuar një temë. Tazom ti e ke deputete sot Janina Ymerin, Po. për cilën as njëri nga ne nuk ka pas një ide mbi veprimtarinë e saj 2 vite. Na kemi njohur. Ndoshta ju, po për shumica e publikut ju. Ajo ka arrit për një kohë shumë të shkurt edhe të promovohet. Me boni diçka që se kanë sepse bë kep ta njerëz në opozitë. Ka kap temën ideale opozitare. Sakt. Çështjen e rrymës, me të cilën ballafaqohet çdo shtëpi. Disa skandale në kanë prodhuar çdo media e asnjë prej opozitës nuk e ka kap me tematizu. Pikërisht. Se media nuk e ka rolin yll, mbi unë ka herë them që na po pretendojmë ose po shkojmë qaq larg. Na puna e mediave është me hulumtu, me zbulu, me verifiku mirë skandalin. Mirë po ti e din në të kaluamën vetëvendosja sa ka në opozit, u kanë gjendje një temë me kap edhe me majt ka 2-3 konferenca e me ngritë edhe në kuvend edhe në këtë hallka tjera derisa e ka imponuar si debat. Unë kam qenë kritik ndaj toneve polarizuese, po shpesh ato keq kuptohen. Domethënë keq kuptohet polarizimi me heshtje, do të përzihet. Mos me bë punë. Jo. Kur thonë ne duhet opozita të jetë jo polarizuese, nuk në kuptoj të jetë ti mos del me shajt, me gjuhë gazetëse me bë, po jo me përkundrazi. Ka ndodhur që kanë shpërthyr ka 2-3 skandale në ditë, a këta nuk kanë dalë as me dhënë deklarata. Unë mendoj që mos flasim konferenca me organizuar ndoshta protesta, reagim. Duhet të kenë syt me dulbi e drejtuar ka ÇKUK-ja tazë. Dhe ta përcjellin secilin repart. Shumë vërtet. Të kenë të dulbi të drejtuar nga shkollat. Ta përcjellin secilin problemat. Ka energjia elektrike. Ka tendera në burimor. Ekonomia, ka tendera në burimor, ka çdo problem, ka me qindra probleme. Ndërmarrjet publike. Dhe nëse adresojnë me
tonin, intensitetin, elanin e Janina Ojmerit, dhe këto e multiplikojnë në secilën sferë, atëherë kanë mundësi të shpejt të bëjnë ndryshimin e aspiruar. Po, kur thëmë jo polarizus, nuk kuptoj me thonë jo aktiv. Mos është polarizuar, si për me Aktiv Janinën, duhet të qenë, po duhet të qenë është kritik. Duhet edhe me ky qenë, sidomos mbi vlerat të cilat i ka pretendu fort lëvizja vetëvendosje. Lëvizja vetëvendosje ka ardhur me bindje të forta në pushtet. Me bindje për secilin sektor. Dhe duhet me lyp përgjegjësia. Dhe nuk është marrë me lyp përgjegjësinë, as nuk është keq, është përkundrazi, domosdoshmëri me bë presion që ato aspirata që i ka artikulua ajo t'i vënë jetë. Nëse si vjen jetë, duhet m'ia kërku përgjegjësinë. Dhe roli opozitor është esencial në këtu. Një ministër bëhet i ngath e i dembelaft sepse edhe njerëz nuk e kontrollojnë e nuk i bëjnë presion. Roli i opozitës është ai. Dhe sa më parë që e bën, nëse presupozojmë që lëvizja vetëvendosje do të performoj me kualitetin e ngjajshëm me 4 vite të ardhshme me atë që kemi pa, atëherë është shumë lehtë mobilizimin shoqëror i cili e bën ndryshimin. Nëse bëhet strategjia për cilën po flas. Nëse mbetemi të sfidimi nëse Albin Kurti, nëse na mjaftohemi me bisedat e tipit ky është njeri i Serbisë, ai e ka shumë lehtë, sepse veç ka me ta dëshmu që sot njeri i Serbisë. Edhe kaq, mbaroj, krejt kritika tjera tua bin poshtë. Dhe atë gjë, njerëzit të Kosovë janë të bindur që nuk është. Siç nuk është Ramush Haradine, e thon dikush Ramush Haradine, kërkosh të beson. Me thonë Lumir Abdigjiko njeri. Kërkosh të para se gjithashtu na nuk besojmë asnjëri për ato farafilime. Dhe tash ti po e bën krejt debatin me një pretendim që nas vetë nuk beson. Nëse thu ti bën aty është trajt. Nëse ti fillon ankosh që s'ki këtë lloj shërbimi në spital. Nëse thu s'ka fasha në këtë sektor spitali. Unë në njeri këm paso që këta atëherë ajo është reale. Aty të besojnë. Aty të besojnë qytetarët edhe ta japin për krajen. Qore, sot ka po fletë mu për më shkëmene, ka në ke pas ti opozitar, ta manë që shish dash me ka ti për mene Janinën, për shama ki Hykmeti Bajramin, që minaj që është e vetëmja, mërëna LDK-s që ka ljubit të rolin, edhe ki që tash këtë djallin që përparim Gruten. Edhe nëse e krasën, atëherë për mduket nëzjet e para, ti ka pjesë e orës, i ka pas 6 deputet, apo? 7. Që ata 7 deputet, ju ka komplet këtë bloku opozitor. Ka qenë një grup shumë i fort, edhe aktiv i deputetve, edhe është mëkat që nuk ka arrit. Non-stop kanë zit debat për qëto tema për cilat i preokupojnë, se ti përfundja për qëta je aty. Menoj që ajo është rrugë e vështirë, po nëse analizon, çka është problemi opozitës yll, unë e kuptoj në vitin e parë, dytin, për një me këta pësun trauma në 2021, sidomos kur shkoj mbi 50% Zoti Kurti, hajde u kanë e kaluri atyne, u kanë që kjo bindja që u kriju që këta për një me, ma shumë kanë keq qeverisë, kanë vjellë, kanë keq përdorur pushtetin, se sa nështë që qysh isht me qeverisë, edhe okej, keni farë heshtje, nuk dëshin më marë, u kriju një farë bindje, neve në thëshin që ma mirë më s'pe full, se sa dë që po flasëm na, veç po krijojnë, se me thonë, distancë ose urrejtje të qytetarë. Po që ka tash mas një mandatit plot Zotit Kurti, mas keq këtyne dështime të cilat edhe njerëz mrena lëvizjes vetëvendosje që në kanë shumë, që në kanë përshëndime që kanë kontribu, sot i adresojnë këto probleme, pjesa opozitës rrën. Ku e sheh këtu problemin? Unë e shoh një problem te opozita e shoh ky. Domethënë ka një pritje të çuditshme që është zhvilluar brenda 4-5 viteve të fundit që ky veç e s'ka rrah. Po dhe ramja ati ka të bëj me një farë raporti me bashkësinë ndërkombëtare. Ta shërzojnë. Amerikanët e shërzojnë, Evropa e shërzojnë. Punën tonë pelujnë analistat në për studiet televizive. Edhe ky veç që si ka thuj brit. Kritik. Ajo kur nuk ndodh. Për shembull, kjo psikoloz ka ndodhur edhe për kohën e Zotit Thaçi. Jo shkan tash, jo shkan anë. Ka pas shumë vërtet. Saruz atë është një pjesë e ballë aty thëshin si vetë për shtet Amerikan listën e zezë dhe ky bie. Nuk ka ardhur në pushtet rastësisht. Lëvizja vetëvendosje ka bë punë
enorme politike për me mri rezultatet që Ushtim kam. punu për 15 Domethënë, ka qenë radhë kur pa hiperaktiv, unaqesh. domethënë dikush që ka punu aktivisht në secilin fushë, Saktë. kanë ekzistuar secili komitetet për këtë ministri, atë ministri për këtë temë, për atë temë, me 10 njerëz janë mbledh, kanë bërë konferenca për shtyp, kur ju kanë rrek një temë nuk e kanë nda me Shumë mujtë të rëndë. tërë, derisa kanë kriju efekte të caktuara. Për bes nuk ka rrugë tjetër në politikë. Kjo rruga e shkurt nuk ndodh. A Ajeri kanë dëgjoj, bo, i kom dëgjoj, është edhe bjen atë, Ne, po vaki edhe ndodh, po kjo nuk është e sigurt. E sigurt ne- çka është, domethënë është kur ti krijon sisteme të tëra, të cilat e krijojnë, e ndërtojnë opozitën gradualisht nga poshtë në lart, edhe ato sisteme janë efektive. Edhe prodhojnë. Ato nuk japin rezultat shpejt. Nuk bjen qeveria për 3 muaj kur. Nuk bjen dikush që i ka 50% për 2 muaj ditën 20%. Nuk bjen. Por vit për vit mund u shpercu. E sa ma efektiv jetin, sa ma sistematik jenë atë adresim, aq ma e shpejt bëhet rruga e oponentit të poshtë. një shok jam i thotë këta janë Këta du të me njek opozita, besoj që e din, edhe nuk besoj që du të me amencu se, fundit, bashkësia ndërkombëtare, ka me preferu me pas dialog me palën që ka mësë shumë të autoritetën në teren. Po. Sepse do me kriju efekte nga një dialog. Dhe nuk besoj që mirët me një opozit heterogjene para se të mirët me një parti e cila është krejtësisht homogjene. Pra në mes në situatën e sotme nuk ka zgjidhje të tyre, me thonë po shkojmë kënej se ky s'po na. Jo, do ta provoj mas pari me zotin Kurti. Dhe zoti Kurti gjithmonë ka me qenë një arsye shumë racionale dhe ka me majtë pushtet. Pra, rënja e tij nuk ka me ndodh si pasojë e intervenimit të jashtëm, mund të ndodh nëse ka intensifikim të veprimeve të brendshme, të cilat janë konkrete dhe prekin sentimentin qytetar, e ka me qindra çështje që prekin interesat të qytetarëve të Kosovës, e cilat kjo qeveri nuk po arrin me i adresu në formën e duhur. Yll, a pret ndryshim strategjisë për partive politike, edhe, si me thonë, me ndryshu Lumiri, Bedria, Ramushi, a me ndrru strategjin? Apo, si me thonë, kanë me vazhdu me nejt me këto pritjet e verbera që, okej, vjen një momentum ku Unë menoj që qytetari e kupton që nuk është zgjidhja më e mirë. ka njëherë na jemi edhe tet kritik ndaj tyre, edhe ka njëherë edhe pa drejt. Të thotë sepse pritjet tona janë shpesh të mëdha. Ka ardhur këy në PDK, s'boni se boni. Jo, nuk e boni nomin, po megjithatë krijoi rezultate. Dhe krijoi rezultat brenda një projekti transformativ të tij. Si që shef Bedria Homza transformimin e PD. Okej. Është tetë e rëndësishme në mënyrë që të fitohet debati me lëvizjes vendosje, PDK duhet ta përjetoj transformimin. Duhet të ketë një imazh A ka brëm? absolutisht mendoj që ka edhe në PDK edhe në LDK ka brëm. Po thjesht duhet të jepet intensitet më i madh i punëve. Të bëhen senet që kanë pas sukses. Pra, përparim Gruda është model i mirë i përfaqësuesit politik, sepse ka adresu çështje profesionale në spektrin e detyrimeve që ka. Paramendoj çfarë niveli kena ra, na ti përmend 2-3 emra në pozitë. Në fakt i ki 3 parti opozitare që janë. Ajo që duhet të ndodhë është që ky arsenal duhet rritet. Duhet shtohet arsenali i njerëzve të aftë që të ballafaqohen në debat me pushtetin, ta sfidojnë pushtetin në debat. Kjo duhet ta bëjnë. Kjo duhet të ndodhë. Ajo që do ndodhë, besoj, e vetmja befasi që na pret nëse kemi zgjedhje, menoj jo befasi, po diçka që mund të jetë ndryshe nga dy palëgjet e kalume, do të jetë roli i Vjosës. Dhe unë aty e parashoj që ajo mundet me kalu urda. Pyetja e fundit kjo çështje vlerëson raportin ose sjelljen e zotit Kurtit në raport me Vjosa Osmanin, që sjella mundësinë edhe për
në mandat edhe parashikimi i jot. Domethënë tashmë po dihet që Vjosa Osmani ose do të kalojë LDK ose do ta krijojë një subjekt të ri. A do ta dëmtoj në votë lëvizjen vendosur e Albi Kurti? Mendoj që zoti Kurti e ka marrë këtë vendim herët. Duket që konflikti mes tyre ka qenë më i përshkallëzuar se që kemi arrit me vrejt si publik. Por shajat se do të ketë ndarje kanë nga vërtetues të vëmendshëm kanë ekzistuar herët. Dhe nuk ka qenë befasi për mua çka ka ndodhur. Do thotë e kom para pa se do të vim në këtë pikë. Për zotin Kurti, ai racionalisht mendon që largimi i zonjës Osmani edhe me pasoja është më i dobishëm për të në afat gjatë se qëndrimi i saj, e cila mund të ketë kokëqarje, probleme, ndarje pushtetesh të cilat ai nuk do t'i bëjmë ta. A do të ketë efekt? Unë besoj se do të ketë efekt elektoral zonja Osmani, sepse mënyra se si u njën qas problemit të saj, edhe lëvizjave të vendosje, edhe LDK-ja, kujdesi që ata kanë pas me portretu këtë konflikt si pamundësi të zgjedhjes, po jo edhe si mosdëshirë, tregon që ata kanë pas një dro, e cila sigurisht bazohet në vlerësimet e tyre, mbi peshën e Vjosës. Sulmi, si nuk pja bojnë të rëndëm si kur këtë tjerëve, është që kjo frika që Vjosa Osmani ka peshë në elektoratin e tyre. Nuk e di cili është motivi, por mendojnë që një peshë do ta ketë. Ajo peshë besoj që më lehti akomodohet në LDK, sepse ka shtëpia breku nga dalë, LDK me rezultatin e 28 dhjetorit nuk ka luksin të mos pranoj Vjosa Osmani dhe këtë energji që ajo sjell, kështu që mendoj që do të ndodhë një bashkim qoftë individual, qoftë një organizatë që ajo krijon si tipin e Guxos dhe e bën e çon në LDK. Në cilin rast krijon vot më shumë Vjosa Osmani? Ty u kthy LDK aty i kriju iniciativë? Besoj se nuk ka kohë për të kriju iniciativë të re dhe për të qenë sigurt që operon në dy A je i bindun që po shkojmë edhe një herë në zgjedhje yll? Për fat keq, nëse do vëj bas, do të vëj bas që shkojmë në zgjedhje. Yll, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit. Vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Knasi. Pafshim për të mirë edhe tjera herë.